Jo me jo shumë mirë. Këto, specat. Speca? Do i presësh ti apo i presësh? Ti. Ikte tamam. Speca e keq është shumë mirë? I keq i kuq. E kuq? Po, duhet i kuq. Po. Se speci kuq është më i ëmbël pak. Po, u kuptoj, me pak sheqer në, po. Edhe do skuqim tani me vaj ulliri, Aha, specat, me pak qepot me pak speca, Po. pastaj do shtojmë të brëndshmet që duhet i presim me këto. po. Do t'i gatuaj me kri, piper, me pak fara djegse, Aha, që do të marrin shijen e vet, edhe do t'i shtojmë pak salcë nga kjo. po. Do t'i lejmë të zihen, të lidhen shijet me njëra tjetrën. Po. Do me flakë të ngadalë. Në momentin që ato janë gati, e përfundojmë si proces dhe shtojmë gjizën në fund. Po. Përse dy miell? Sepse ky mielli i misrit, kur Aha. bashkohet me këtë miellin e grurit, e bëjnë më kremoze përgesën, Aha. kur shtohet. Po. Edhe ajo e jep mundësinë që ti ta hapësh Aha, qapë, me që bukë. themi me bukë. Aha. Krijon një lloj salse me gjithë shijet e produkteve që kemi këtu. Po. Dhe jep mundësinë që ajo të jetë kremoze dhe ti mund ta marrësh me kafshar. Të fillojmë ta gatuajmë. Po. Okej, faleminderit. Vaj ulliri? Vaj ulliri, po. Po. Në fakt preferohet vaj ulliri dhe pak gjalbi freskët. Po. Po për të qenë më dietik vetëm vaj ulliri. Po. Përse vaj ulliri? Është më i shëndetshëm, është më i tretshëm për organizmin, më dietik. Qepa si fillim e do zjarrin e fortë, Po. sa të fillojë të karamelizohet, Po. pastaj e ulim edhe Pak përzia? po vazhdojmë me përzien derisa të skuqet Karamell në karamelizohet qepa, qepën e- edhe të lidhet shija e specit me qepa. Po. Do t'i shtojmë këtu tani, Nga biçi? nga viçi. Po. So, qep, speca, Po. mish, Po. pak pepe. Më vonë pastaj do ta rregullojmë shijen dhe me pak djegse dhe majdanos, Pak. por në fund pak. Po. Se jo të gjithë han djegse, ato që duan më shumë djegse mund t'ia shtoj në fund. Po. This swipe's a lovely dish to have in winter time because it's got all the offal in it. It's nice and heavy with a glass of raki. It's one of my favorite things to eat. Unë shikoj në karamel në më fund, po, me shumë mirë, ha? Duke shtuar pastaj salcën dhe ujin, Yeah. e gjithë ajo karameli poshtë do i bashkohet shijes Aha. të brëndshmeve, edhe do na japi një shije më të mirë të përgesës. Po. Bravo. Do skuqim këtu. Të të marrë shijen e Unë ndjej në aroma. qa aromë Po, ndjen. tani. E mirë. Mirë. Okej. Tani do shtojmë pak ujë që të brëndshme të ziejë, Aha. edhe të krijohet ajo salca që më vonë do shtojmë dhe mielin e misrit, të gjitha të tjera. Uji kaq sa ta mbuloj pak Po. përbërësit, Pak sipër, pak. pak, Po. shumë pak. Po. E ulim flakën, Po. Për 2-3 minut për grëtuaj me mish. jo 2-3 Jo. minuta, do pak më shumë, Aha. sa ato të fillojnë të zbuten. Pastaj, në momentin që kjo zihen, ne do bëjmë gati kremin me mielin e misrit, Aha. Vaj ulliri, pak vaj vaj ulliri. ulliri edhe gjalp, të dyja bashk. Tani do shtoj mielin e So, misrit. miell mizri, Po. një Do herë, ta- një herë. dy lugë, për këtë masën Dy që luga. kemi ne. Po. And then Këto pastaj më shumë. pastaj miell e bardh.